Më vjen tani natyrshëm të them edhe për këtë zhurmën e madhe që është ngritur mbi një lajm të rrem, sa thuhet që me demek shteti po fal Zvërnecin, shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private, den babaden. Dhe investitorët e përfshirë në atë proces janë investitorë tejet serioz, të cilët atë pronë e kanë marrë nga privatët, që t'jemi shumë të qartë. Ndërkohë që shteti ka pasuri në anën tjetër të projektit, që është Ishulli i Sazanit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata pasi korporata shqiptare e investimeve është pjesë e projektit. Dhe shteti shqiptar do t'jetë aty. Dhe toka e Ishullit do t'jetë aty e shtetit shqiptar.